4 tetori mund me qenë dita ma e turbullt. Kosova hynë me një fazë shumë të rrezikshme. Çka mundet me ndodh, prap na duhet me projektu, çka mundet me ndodh me një qasje të tillë. Çka mundet me ndodh. Na jemi që disa herë në zgjedhje, bile është një shumica e qytetarëve nuk e din edhe mra një viti sa herë kemi shku në zgjedhje. Tash prap jemi në zgjedhje me 7 qershor. Vetë kjo mënyra e menaxhimit në përzgjedhje është bje aty se ai është duke shku me një datë të caktuar të rrshit që mund mendoj që është 4 tetori. 4 tetori mund me qenë dita ma e turbullt, një ditë anarhike për kret funksionimin e shtetit. Pse 4 tetori? 4 tetori sepse na sot jemi me qeverinë në detyrë. Na sot jemi me ushtrus detyre, jo me president, me ushtrus detyre të presidentit. Me afati i qenit të ushtrus detyre është vetëm 6 muaj. Do më në 4 prill dhe 4 tetor. Çka do të bëhet me 4 tetor? Nuk ka shpjegim të qartë, nuk ka ndonjë specifik që përcakton çka pas 4 tetorit, çka pasi t'i kalon afati ose mandati i qenit ushtrues detyre. Këto as ekspertët tonë më të mirë janë munduar me dhënë disa rekomandime, po janë pa mjaftueshme kur kemi parasysh një Albin Kurti. Ai u mundu me shkel kushtetutën kur është tepër e qartë, e s'do ta shkel kushtetutën në momentin kur diçka nuk është e qartë. Jemi në një turbulencë, jemi në një lloj anarhie që Kosova hyn me një fazë shumë të rrezikshme. Ju në duke ngrit një alarm zoti Kuçi, se unë isha të kuptuar që ju po thoni që ka një logjik të krizës dhe bllokuese, po na edhe për gjatë vitit kalum 2025 kemi menduar që nuk ka ku shkon ma tutje kriza, ama gjithmonë jemi sfidu me vendime gjykatës kushtetuese edhe kasta politike në përgjithësi. Tash nuk e pas na mendu në fakt, ja u them drejtën edhe sinqerisht këtë 4 tetorin, sepse bindja e ndoshta shumë qytetarëve është që nuk kalohet ai kufi, nuk kalohet Rubikoni, domethënë në të kuptimin e asaj që na mund të futemi në një terren që është i panjohur për neve si shtetës, si institucione. Ju po thonë që pas mundet mu vazhdu kriza, me qenë me ushtrues detyre, Nuk po them që mundet me vazhdu kriza. Se kriza mundet me vazhdu. Po them që jemi në kollaps institucional. Çka është kollapsi institucional? Kollapsi institucional është kur nuk i president, kur nuk i ki organet vitale. Nuk e di a vlen madhe është në fuqi dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Tu e njoft Albinin, ai është të shku në mënyrë graduale ka me projektu, është të projektu me shku graduale kur ka anarhi. Ai noton mas mirëti në këtë anarhi. Ai noton mas mirëti që ajo është momentumi i tij për fillu ajo dita D. Kur s'kemi president, kur nuk jemi në blokat totale të funksionimit të shtetit, anarhi, ai noton mas mirëti. Unë po mendoj, s'paku mendimi jam është që a ditë fillon dita D për Albinin. Edhe kret kontributi jonë, kret vërtet atër ka një shlyerje historike. Vërtet ka shlyerje historike edhe të krijimit shtetit tonë, edhe të funksionimit gjithaj kontribut, edhe të luftës, gjithçka shlyhet e fillon me Albin Kurtin me 4 tetor. Ai e ka projektu këto, ai ka planifiku këto, e ne disa, edhe unë jam njëri prej tyre, kemi hyrë në këtë garë për mas me ndodh ajo. Kretë kontributi jam, ka me qenë mas me ndodh ajo, sepse hyrëm në një fazën më të rrezikshme, jo të pas luftës, edhe para luftës. Faza më rrezikshme që me përvojën time, me atë ndjenjen time,
është 4 tetori dhe pas. Po zoti Kuçi, në fakt, kjo është një skenar shumë ogërzile, ta themi, edhe po shpresojmë që nuk kemi me mbritja në ajo situatë, po interpretime tjera janë që në fakt zoti Kurti i ka sfidu vendimet e gjykatës kushtetuese ose limitet e sistemit ton legal në përgjithësi, po nuk është që i ka kundërshtu ndonjëherë ose nuk i ka respektu. Veç 4 tetori po na metet që një lloj shënimi edhe për këtë emision edhe e shohim tutje, me siguri ka interpretime të ndryshme. Unë nuk e di nëse tash nuk jam jurist edhe nuk e di, më duket se gjykata kushtetuese nuk mundet prej ex officio, si me thonë, me marrë vendime në një situatë, duhet mu aktivizu përmes dikujt që shtron çështje, edhe ndoshta në atë situatë edhe deputetët, se nuk e di, besoj kuvendi duhet me u konstitu, megjithatë mundën me inicu diçka, edhe një dilemë që ndoshta e kemi gjithë, edhe kur kemi kërku mos ndërhyrje për ndërkombëtarëve, tash thojmë a ka mundësi që për kësaj që parashikoni ju edhe ndërkombëtarët me nejt duar kryq edhe mos me ndërmarr asgjë në atë situatë? Po, sa e përket edhe unë nuk jam ekspert i kushtetuesës, normalisht nuk jam jurist dhe nuk jam ekspert i kushtetuesës, ne kemi pak ekspert i kushtetuesës, po unë ajo është një premje edhe e thash një lloj alarmin, kuptimin edhe pozitiv. Kjo është edhe një thirrje për gjitha ata që shohin këtë rrezik, që me 7 qershor të votojnë për një stabilitet, votojnë edhe LDK-n, sepse është një prej partive që jep stabilitet këtij vendi, edhe ka atë ndjeshmërinë e kalimet në për këto faza historike. Edhe të pas parasysh këtë element, atëherë njëna prej asaj që mas me ndohë kjo, është votat me 7 qershor. Me 7 qershor, qytetarët duhet me pas këtë njësi të rrezikut, edhe me pas një orientim jo të anarhisë, po të stabilitetit. Zoti Kuçi, kjo... E sa përket ndërkombëtarëve, a ndërhyn, a nuk ndërhyn, ata në kohëve të fundit nuk kanë ndërhyn. Edhe disi kjo Kosova është mësuar me ndërhyrjet e tyre, ndoshta është momenti që vërtet duhet me ndërhy.